Arsimi profesional po bëhet gjithnjë më i preferuar nga femrat, të cilat po zgjedhin ta ndjekin si rrugë të sigurt drejt punësimit. Vitet e fundit numri i vajzave që regjistrohen në shkolla profesionale është rritur ndjeshëm, duke treguar ndryshim të madh në mënyrën se si shoqëria e sheh rolin e gruas në tregun e punës. Ky fakt evidentohet edhe në shkollën profesionale Ndremjeda, ku numri i vajzave të regjistruara në vitin e parë ka pësuar rritje, shprehet mësuesi i kësaj shkolle Vincenzo Kasneci. Normalisht numri i vajzave ka qenë rritje edhe për degën e teknologjisë, gjithashtu edhe për degën e veterinarisë, e cila normalisht i realizon gjitha praktikat dhe gjitha nevojat që kanë nxënësit për të shkuar në ferma apo për të realizuar edhe mësimin nga ana teorike. Sipas mësuesit Kasneci, konvikti në funksion të shkollës Ndremjeda ka luajtur një rol të rëndësishëm në rritjen e numrit të vajzave të cilat e kanë shfrytëzuar atë si një mundësi reale për t'u akomoduar. Padyshim që numri i vajzave është rritur çdo vit dhe më tepër, për arsye sepse edhe përveç shkollës është edhe konvikti, i cili është i ndarë në djemë dhe vajza, sidomos zonat rurale janë të akomoduar dhe kanë kushtet më të mira për sa i përket akomodimit aq më tepër kur është pranë shkollës dhe është vetëm në funksion të shkollës. Kjo është një mundësi që është shfrytzuar nga ata, por edhe prindërit kanë qenë të kënaqur nga menaxhimi dhe pjesa tjetër e mësimdhënies dhe e konviktit. Ky trend tregon se femrat janë gjithnjë më të ndërgjegjshme për rëndësinë e profesionit dhe për nevojën që të jenë të afta dhe të pavarura financiarisht. Arsimi profesional po u jep atyre mundësi reale për të ndërtuar karrierë dhe për të qenë të barabarta në tregun e punës me meshkujt.